Mirë mbrëma të nderuar shikues dhe mirë se erdhët në edicionin e lajmeve në televizionin Opinion. Para se të fillojmë me informacionet, ju njoftojmë ngjarjet kryesore të ditës së sotme. Drejtoria e inspektorateve ka vazhduar rënimin e objekteve pa leje. Ka vazhduar gjatë ditës në nënshkrimi i peticionit në kërkim të drejtësisë për gratë e dhunuara në luftën e fundit në Kosovë. Skulp Fest bën thirrje për aplikim për studentët dhe të rinjët për edicionin e 3 të festivalit Skulp Edu. Drejtoria e inspektorateve ka vazhduar me aktivitetin e saj për rënimin e objekteve të ndërtuara pa leje, objekteve të përkohshme si dhe lirimin e trotuareve të qytetit të Prizrenit. Një aksion i këtillë është marrë gjatë ditës në lagjen afër stacionit të autobusëve. Drejtoria e inspektorateve ka vazhduar me aksionin e saj në vënien e rregullit urbanistik në qytetin e Prizrenit. Rënimi i ndërtimeve pa leje dhe i objekteve të përkohshme ka vazhduar gjatë ditës në lagjen afër stacionit të autobusëve, ku janë rënuar disa objekte të përkohshme. Drejtori i drejtorisë së inspektorateve dhe njerë ka shprehur vendosmërinë që të lirohen të gjitha hapësirat publike nga ndërtimet pa leje dhe objekte të ndryshme të përkohshme. Drejtoria e inspektorateve ka marrë shkesa zyrtare për hapin atyre hapësira, vlerimin e hapësira publike, do të thotë se kryesisht ato janë në hapësirë publike dhe ne, siç e dini dhe kemi përsërit disa herë, jemi shumë të përkushtuar që hapësirat publike t'i kthejmë tek qytetarët e komunës sonë, sepse është një e mira përbashkët, se ne të cilin kemi drejt ta shfrytëzojmë të gjithë, pa marrë parasysh se nga cila lagje, nga cila pjesë e qytetit e frekuentojmë ata. Dhe si rezultat, ne kemi marrë disa herë, edhe para se të vijë në këto, kemi pas shkresa të cilat drejtoria e urbanizmit ju ka drejtuar drejtorisë inspektorateve për të bërë rënimin atyre ndërtime pa leje, atyre anekse të cilat janë ndërtuar aty, për të implementuar planin rregullativ në lagjen Jeni Mahallës, gjithsesi bloku B. Banorët e objekteve rënimit të cilëve u bë sot u ankuan se këto objekte janë të ndërtuara para shumë dekadave. Po e kena pas vazhdimisht kërcënime ndaj këtyne, edhe vinë me do ftesa vinë që të ta kthejmë gjendjen e mëparshme, kurse këto ka mbi 60 vite që janë ndërtume. Gjendja e mëparshme është, si më thonë këta, objekte tjera si ndërtohen, janë plotësisht na kanë ngulfatën, po jemi të pafuqishëm. Jemi të pafuqishëm me gjithë këtë anarki që e bëjnë këta. Dikur do t'i del fundi, po ka një 3 ditë se ka një vendim, atje kom bile me data, si, për kaq për ju, me i hek ose për ndryshe, do t'i bërë një pasojat vetë. A kurse këto jenë konë ndërtu në para 30 vjetë këto, gjdo shtëpi për shembull e kanë aty kuzhinën, kanalizimin, banjën, nuk kanë pas kushte tjera, mi ndërtu mrena për shkak të hapësirës të vogël, kanë dalën kështu që edhe kopja e planit të gjitha figurojnë dhe tregojnë se janë pronat tyne, janë oborret tyne. Drejtori i drejtorisë së inspektorateve Bedri Bytyqi tha se ata pak banorë që u ankuan nuk kanë të drejtë në ankesën e tyre. Drejtoria e inspektorateve tha ai po e kryen punën e vet në bazë të ligjit për hapjen e hapësirave të uzurpuara. Një pjesë, një numër shumë i vogël, mos themi një palë ka qenë këtë e cila është anku, realisht nëse këtu ju ka bë pa drejt diku, ju ka bë komunës Prizrenit, qytetarët të Prizrenit, sepse ato hapësira, të gjitha hapësira publike në komunën tonë shfrytëzohen që 10, 15, 20 vite pa asnjë lloj qiraje apo shfrytëzimi të drejtë ligjor. Prandaj unë mendoj që qytetarët nuk kanë bazë për të anku, sepse kanë shfrytëzuar mjaft dhe ne nuk po kërkojmë. Nëse him për të pa se cili ka drejt këtu, është komuna e cila do të kthehemi pra në pjesën retroaktive, pjesën e mramur dhe të thomi se për 20 vite shfrytëzimi të hapësira publike do të paguni kaq qira. Dhe ne nuk i kemi bërë ata, nuk po kërkojmë se ta kemi atë kompenzim, por thjesht sot po kërkojmë dhe jemi komgurdës që të implementojmë planet rregullative të cila komuna Prizrenit veç çështu i avancu çdo ditë më tepër dhe jemi në përfundim të planeve rregullative me të cilat e përmbyllim edhe qytetin tonë. Drejtori i inspektorateve ka paralajmëruar dhe aksione të tjera të këtilla në të gjitha pjesët e qytetit ku ka ndërtime jashtë rendit urbanistik me qëllimin e vetëm lirimin e hapësirave publike. Në ditën vazhdim do të jeni edhe ju dëshmitarë, sigurisht do të njoftojmë me kohë, do të ketë njoftime edhe për banorët atyre lagje, kemi një numër të madh të këtyre hapësirave, të cilët qytetarët i shfrytëzojnë,
Dhe kemi bën njoftimet e para dhe qytetarët kanë shprehë gatishmërinë për bashkëpunim. Kemi disa zona jashtëzakonisht mjaft ndjeshme që në një formë po i humbin edhe kuptimin e planeve regulative të cilat kanë ato zona. Kemi në protokoll gjithsesi nga autoteuta apo siç njihet tek semaforat e protokollit deri tek Kosova Petroli, pjesë e kemi një hapësi e bukur të madhe, e cila shfrytëzohet që 10-15 vite nga qytetarët e asaj zone, të cilët nuk kanë qasje ligjërisht me planet regulative, kanë qasje nga ana e parë me një ndërtesa, ndërsa ata shfrytëzojnë edhe gjithë këtë pjesë dhe ne po bën nganjëherë sikur edhe pse janë planet regulative, ne mund të ndërtojmë dhe mund të shtrihemi ashtu siç dojmë ne. Mirë, por realisht është fundi këtyre dukurive jo të mira për qytetin tonë, sepse e kam theksu disa herë. Ne po pretendojmë të jemi pjesë e Evropës, dhe siç jemi gjeografikisht pjesë e Evropës, dhe edhe përkundër ndoshta që nuk e kemi së standardin të jemi një standard evropian siç e ka gjermanët apo të tjerët, mirë po përderisa pretendojmë, ne duhet të përcjellim rrugën dhe historinë se cilët kanë bërë ata për gjithë sfidat që kanë pasur. Drejtoria e inspektorateve ka marrë këtë ditë aksion edhe për lirimin e trotuareve në qytet nga shitësit ambulant. Në Prizren ka vazhduar edhe sot në shkrimi i peticionit drejtësit për gratë e dhunuara. Organizatorët e këtij peticioni ftojnë qytetarët Prizrenës që këtë peticion ta nënshkruajnë sa më masovisht dhe këtë mund ta bëjnë edhe gjatë ditës së premte. Ka vazhduar dhe gjatë ditës në nënshkrimi i peticionit në Prizren për të kërkuar drejtësinë ndërkombëtare për gratë e dhunuara gjatë luftës së fundit në Kosovë. Në një prononcim për televizionin Opinion, Mybegjele Zhuri, zyrtare për të drejtat e njeriut në Kuvendin Komunal të Prizrenit, thotë se ky peticion në Prizren ka rrjedhë këndshëm, por jo sipas pritjeve të organizatorit. Peticioni i cili është parapartës gjatë prej të hanës, prej 14 deri me 18 korik, shkon mirë, ka interesum, mirë po unë bëj apel për këtuit që sa ma masovikisht paraqiten qytetarët, se ky peticion faktikisht është bazë për të bërë një kërkes deri te organizata e Kombeve të Bashkuara për të shqyrtuar gjendjen e këtij krimi që ka ndodhur gjatë luftës dhe të mundson krimin e mekanizmave për të ndëshkuar autorët. Andaj sa më tepër në shkrime, aq ajo bazë është më e fortë. Ajo i ka ftuar qytetarët e Prizrenit që edhe gjatë ditës së premte ta votojnë sa më masovisht peticionin përmes të cilit do të kërkohet drejtësia për gratë e dhunuara. Në shkrimet munden me u dhanë edhe në Shadrvan, në sheshi Shadrvan, po gjithashtu edhe në qendrën ABI, qendrën tektare ABI, dhe i kemi atje në zyrtar ton deri në ora 7-8 mramje, po për shkak se është koha e Ramazanit e dini pak ma herë do shta mbyllet, mirë po në Shadrvan e kemi edhe pas iftarit, dhe me thanë deri diku prej në orës 9 deri në ora 1 natës. Ashtu që ata që smërin andej, munden me ardhë në Shadrvan edhe të krynë që këtë obligim moral qytetar. Po, për ndryshe vazhdojnë edhe nesër fushata, deri diku mas dite, presim që qytetarët sa më masofikisht edhe njerë po them të paraqiten se me të vërtet është obligim morali i gjithë neve që të kërkojmë drejtësi për të gra që kanë pësuar gjatë luftës. Përmes këtij peticioni organizatori do të kërkojë në Kombet e Bashkuara drejtësi për gratë e dhunuara gjatë luftës së fundit, duke kërkuar që të gjitha autorët e dhunimeve në Kosovë të dalin para drejtësisë. Organizatori i festivalit Skulp Fest ka hapur thirrjen për aplikim për edicionin e 3 të festivalit Skulp Edu, i cili ka për qëllim edukimin e gjeneratave të reja në fushën e skulpturës. Organizatori i festivalit Skulp Fest i ka ftuar studentët nga Kosova, Shqipëria, Mali, Zi dhe Maqedonia që të aplikojnë për edicionin e 3 të festivalit Skulp Edu, i cili ka karakter edukativ. Të gjithë të rinjët që do të përzgjidhen do të jenë pjesë e ligjëratave, punëtorive të organizuara me artistët ndërkombëtar. Qëllimi i këtij aktiviteti është vetëdijësimi për artin e skulpturës si dhe shkëmbimi i përvojave mes artistëve. Aktivitetet do të organizohen nga data 3 deri me 7 shtator në hapësirat e hamamit të Gazi Mehmet Pashës, ndërsa aplikimi mund të bëhet deri me 20 gusht. Sipas organizatorit, të rinjët dhe studentët nga ky aktivitet do të përfitojnë njohuri për artin e skulpturës, për mundësinë e studimit të skulpturës dhe njohurive të tjera për artin e skulpturës. Aktivitetet do të organizohen në 2 grupe, në atë të rinjëve dhe grupin e studentëve.
Edicionin e lajmeve vazhdojmë me informacionet përgatitura nga vendi dhe nga rajoni. Me 65 vota pro dhe 18 abstenime, Isa Mustafa është emëruar kryetari i Kuvendit të Kosovës, ku të pranishëm në sallë ishin 82 deputet, ndërkaq mungonin ata të Partisë Demokratike të Kosovës, të cilët e lëshuan seancën. Në mbledhjen e sotme konstituive të Kuvendit të Kosovës, pas dhënies së betimit nga deputetet e rinj, në vazhdimin e seancës, PDK ka propozuar Agim Aliun për kryetar të parlamentit, por në sallë kishin mbetur vetëm 47 deputet, kështu që kryesuesja Flora Brovina e ndërpreu seancën. Deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma për Kosovën, Vetëvendosjes dhe disa deputet të minoriteteve janë kthyer përsëri në seancë, pasi doli PDK-ja. Pas largimit të deputetëve të LDK-s, seancën e ka vazhduar antarja më e re e Kuvendit të Kosovës, Teuta Rugova, ndërsa të pranishëm pa deputet e PDK-s kanë qenë 82 deputet. Në vazhdim të seancës u votua dhe ndryshimi kryesueses për udhëheqje të seancës. Vazhdimin e seancës e ka udhëhequr deputetja serbe më e vjetër Milka Vuletić. Pas propozimit të koalicionit AK-LDK, Nisma të Isa Mustafës për detyrën e kryeparlamentarit deputet kanë votuar dhe me 65 vota pro dhe 18 abstenim. Isa Mustafa është emëruar kryetari i Kuvendit të Kosovës, ku të pranishëm në sallë ishin 82 deputet, ndërkaq mungonin ata të Partisë Demokratike të Kosovës. Ndërkaq për nën kryetar, koalicioni opozitar kërkoi që të bëjë seancën e radhës, ndërkaq Vetëvendosja propozoi për nën kryetar Glauk Konjufcën. Kryetari sapo zgjedhur i Kuvendit të Kosovës Isa Mustafa, me të marrë postin, deklaroi se do të punojë në interes të gjithëve, duke filluar nga deputetët pa dallim partijake, në interes të minoriteteve që të gjitha këto sipas tij janë në interes të popullit të vendit. Isa falendroi të gjithë deputetët për votën e tyre dhe tha se së bashku do të punojnë që çështjet me interes t'i çojnë përpara. Madje ai përmendi edhe luftimin e krimit, korrupsionit e tjerë. Mustafa në vendin e kryeparlamentarit deklaroi se do të caktojë rendin tjetër të seancës dhe përmbylli atë konstituive. Në anën tjetër, Adem Grabovci i PDK-s, pasi ka përfunduar seanca konstituive, e ka quajtur ngjarjen e sotme si grushtet të vogël, duke ju referuar zhvillimeve kur seancën e ka marrë vet në udhëheqjen koalicioni opozitar dhe ka zgjedhur Isa Mustafën kryeparlamentar. Sot u mbajt seanca konstituive, e cila ndërpreu qëndrimet e PDK-s, kanë qenë shumë të qarta. Do t'i respektojmë ligjet tona, Kushtetutën e Republikës së Kosovës, ashtu kemi filluar, ashtu e kemi proceduar, në përputhje të plot me Kushtetutën, me ligjet dhe rregulloren e Kuvendit. Kryesuesja e seancës konstituive, Flora Brovina, e udhëhoqi këtë seancë edhe në moment të caktuar e ndërpreu seanca dhe ka mbetur që të thirret për një herë tjetër. Ne i kemi institucionet tona. E dini se PDK e ka paralajmëruar dërgimin e kësaj çështje në gjykatën kushtetuese, organi vetëm i cili e bën interpretimin e ligjshmërisë. Ne normalisht që gjithmonë i respektojmë dhe i mbështesim vendimet e institucioneve tona. Ajo që ka ndodhur është jashtëkushtetuese, e papranueshme dhe në një farë forme mund të quajmë një grushtet të vogël, ka deklaruar Grabovci. Zyrtar televizjes Vetëvendosje kanë thënë se për arsye se nuk ka marrëveshje ndërmjet bllokut LDK, AAK dhe Nisma dhe Vetëvendosja nuk e ka votuar Isa Mustafën për kryetar të Kuvendit. Glauk Konjufca nga lëvizja Vetëvendosje ka thënë se Vetëvendosja nuk e ka votuar Isa Mustafën për kryetar të Kuvendit, sepse ende nuk ka ndonjë marrëveshje ndërmjet bllokut LDK, AAK dhe Nisma dhe Vetëvendosje. Mbrëm arritëm deri tek një draft marrëveshje e cila është e parashikuar sot në mëngjes. Megjithatë, sot bloku opozitar kishte ndryshuar mendje. Që më herët Vetëvendosja ka thënë se edhe votat e parlamentarit duhet të përfshihen në pakun e marrëveshjes, gjë e cila nuk ishte arritur. Dua të informoj se mundësia për marrëveshje edhe më tej është e hapur. Vetëvendosja do të vazhdojë të negociojë me bllokun tre palësh dhe jam shumë optimist që një marrëveshje të realizohet, ka thënë Konjufca. Duke folur rreth nocionit për largimin e Flora Brovinës nga kryesuesi i seancës, Konjufca tha se ky mocioni ishte vendim më i drejtë i shlirimit të Kuvendit nga uzurpimi. Ministri Agim Qeku ka folur për vendimin që njësia ceremoniale e FSK-s të ketë uniformën me veshje kombëtare. Qeku ka vlerësuar se gjitha ato gjë ceremoniale të ushtrive në botë e ruajnë dhe kultivojnë traditën e tyre kombëtare. Ministri i Forcës së Sigurisë Agim Qeku në një bisedë për epokën e re duke sqaruar veshjen e gardës me veshje kombëtare, ka deklaruar se një praktike e tillë vërehet dhe të shumica vendeve anëtare të NATO-s. Të gjithë ata që kanë mirëpritur uniformën e re të togut ceremonial kanë pasur të drejtë, sepse çdo ushtri e ruan dhe e kultivon
e ndërton traditën e vet, sidomos kjo shprehet të njësitë ceremoniale. Në këtë rast bëhet fjalë për implementimin e vizionit apo synimit ton që të formojmë ushtrinë ton në bazat të standardeve të NATO-s, por duke ruajtur identitetin kombëtar dhe veçoritë e veta. Pra, për këtë arsye kemi vendosur që musafirët e veçantë t'i presim me këtë uniformë. Çeku ka treguar se një gjë e tillë vërehet edhe tek ushtria e shteteve anëtare të NATO-s. Ky është një prezantim i një identiteti, tradite, sepse edhe në traditën tonë është që musafirët t'i presim me bazë të traditës son. Shumica e ushtrive të NATO-s, gardat e tyre të nderit kanë uniforma tradicionale. Ai ka sqaruar se uniforma tradicionale nuk është zëvendësimi i uniformës ceremoniale që deri me tani ka pasur togu ceremonial. Çeku ka thënë se tash tutje kjo njësi do t'i ketë dy uniforma që do të përdoren sipas nevojës. Këtu nuk është fjala për zëvendësim të uniformës, por kemi të bëjmë me një uniformë tradicionale e cila dëshmon identitetin ton në mënyrë që musafirin në kontaktin e parë ta shohë dhe traditën e luftëtarëve tanë të hershëm. Kështu që kjo nuk është një uniformë ditore apo uniformë që e kanë të gjithë pjesëtarët e FSK-s, por është uniformë që vetëm në raste ceremoniale përdoret dhe që ka vetë togu ceremonial. Në këtë kontekst, ai ka thënë se cilën uniformë do ta vesh kjo njësi do të varet nga institucionet që pret musafirin. Prodhuesit dhe përpunuesit e qumshtit thonë se me miliona litra qumësht kanë mbetur në depot e tyre dhe se gjatë këtij viti ka rënje për 50%. Hiç më pak se 3 milion litra qumësht kanë mbetur pa ushitur në qumshtoren më të madhe në Kosovë. Kompania Vita ka mbushur depot e saj me qumësht si pasojë e importit të pakontrolluar dhe sasisë të pakufizuar që vjen nga rajoni dhe më larg. Drejtori Xhelal Radoniqi i bën thirrje qeverisë që të marrë masa urgjente për të zhbllokuar këtë situatë. Ai thotë se kjo gjendje nuk do të mund të zgjasë shumë pasi detyrohen qumshtarët që të mbyllin fermat e tyre. Ne kemi për momentin mbi 3 milion litra qumësht që është një sasi që kur nuk e kemi pas. Për të kaluar gjendjen e vështirë të formohet kuotizimi dhe kontrolle. Problemi kryesor është importi pa kontrolluar i qumshtit. Le të analizohet të shiqohen se çfarë përbëjnë kanë realisht dhe mos të përzihet qumshti i bimëve me atë shtazor. Naser Bajraktari për çdo ditë pret farmerët që të sillin qumshtin në pikën grumbulluese të tij. Ai thotë se kohët e fundit shitja nga grumbullimi i qumshtit ka rënë për 50%. Pasi kjo industri po përballet me një konkurrencë të egër të importit të produkteve të qumështit. Gjendja është më rëndëse që po paraqitet. Fermeri nuk duhet të mendojë për shitjen, por vetëm të prodhojë qumsht sa më kualitativ. Ai fermer që nuk i shitet qumshti dhe i shiten krerët e lopave, kur nuk do t'i hyjë këtij biznesi. E drejtuesit të Aleancës Kosovare të Biznesit thonë se prodhuesit në Kosovë janë të pambrojtur. Si Aleancë kemi ngritur këtë çështje, por ligji është kthyer në kuvend dhe mungesa e ligjit që mbron produktet vendore ka bërë që prodhuesit t'i ndajnë shqetësimet edhe në rrugë. Për situatën e krijuar, ministri në detyrë i financave Besim Beqaj ka takuar sot përfaqësuesit e shoqatave të qumshtarëve, të cilëve u ka premtuar zgjidhje të problemit, duke ju referuar kërkesave të tjera që kanë të bëjnë me kualitetin e qumshtit të importuar, subvencionet e mundeshme nga shtetet prej nga importohet dhe qumshti, dumping. Ministri Beqaj kërkoi që të gjithë këto të dokumentohen dhe të dorëzohen institucioneve relevante të vendit në mënyrë që pastaj në kuadër të zgjidhjeve ligjore dhe marrëveshjeve ndërkombëtare që i kanë nënshkruar Kosova të ndërmerren masat adekuate. Industria e qumshtit në Kosovë ka mbi 20.000 të punësuar. Një grup prej 10 studentësh të Fakultetit të Edukimit të Universitetit të Prishtinës do të nisë nesër për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku në Universitetin e Teksasit do të bëjnë praktik për pedagogji. Një grup i studentëve të Universitetit të Prishtinës do të udhtojë për në Amerikë për të bërë praktikën në edukim. Kjo praktik do të shërbejë studentëve që të përfitojnë eksperjenca të ndryshme, duke sjellë në Kosovë praktika të shteteve tjera për sistemin tonë arsimor. Ky projekt është realizuar në bashkëpunim me Ambasadën Amerikane në Prishtinë. Qëllimi i udhëtimit të studentëve nga Kosova për në Universitetin e Teksasit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është që ata të marrin përvoja të mira, të shkëmbejnë njohuri duke parë se si shkon procesi i edukimit në një shtet tjetër. Dekani i Fakultetit të Edukimit në Universitetin e Prishtinës, Ethem Çeku, tha për Radio Kosovën se
studentët të cilët do të udhëtojnë për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë përzgjedhur në bazë të notës mesatare dhe njohjes së gjuhës angleze. Ai theksoi se kjo do t'i shërbejë fakultetit për të pasur më shumë përvoja të reja në bashkëpunim me universitetet e shteteve të ndryshme. Të gjitha përpjekjet e stafit akademik janë që ne të bëjmë ç'është e mundur që të kemi një arsimtar i cili nevojitet vendit, shtetit, kombit ton që të hyjë në një proces të edukimit çfarë nevojitet edhe sistemit të arsimit ton në Kosovë. Për studentët kjo është një përvojë që do t'u shërbejë në të ardhmen për karrierën e tyre. Durim Bytyqi dhe Dita Krasiqi thanë se eksperjenca e tyre atje do të sjellë në Fakultetin e Edukimit që mund t'u shërbejë dhe studentëve të tjerë. Kjo përvojë për mua do të jetë një eksperiencë e madhe për të ardhmen time, punën time si mësues në të ardhmen. Është një përvojë mrekullueshme për ne sepse ne si mësimdhënës të ardhshëm kemi nevojë që të fitojmë sa më shumë përvoja në mënyrë që nesër të dimë të ballafaqohemi me situata të ndryshme, thot njëri nga studentët. Praktika e studentëve të programit fillor në Fakultetin e Edukimit do të zgjasë rreth 4 javë, ku 3 javë do të organizohet në Universitetin e Teksasit, ndërsa java e fundit do të organizohet duke bërë vizita nëpër shkollat e vendeve rurale. Ky projekt ka kushtuar rreth $40,000, i cili është mbështetur nga Ambasada Amerikane në Prishtinë. Nderuar shikues, ishin këto të gjitha materialet informative të përgatitura për këtë edicion lajmesh. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Bashkë takohemi në edicione tjera.